Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht. Të ndalësh në rrugën e viteve është histori. Të ndalësh në punën e njerëzve është mirënjohje, është respekt. Ata janë të shumët që kanë shkruar histori në këtë vend, që kanë realizuar mjaft gjëra të bukura, të vlefshme dhe janë të pafjalë. Pa shumë zhurmë kanë kryer shumë çka që atyre u ka përkitur, por që e kanë bërë me shumë pasion, me shumë dashuri, kanë sakrifikuar. Dhe natyrisht kanë mbetur në kujtesën e njerëzve me të cilët kanë punuar. Nuk kanë mbase tituj shumë të mëdhenj, dekorata, festime, por ato mbeten në kujtesën e punës dhe të gjithëcurisë së saj. Sot me mua në studio është inxhinier Mynir Kotri, përgjegjës i stacionit televiziv MID. Inxhinier Myniri, mirë se erdhët në studio. Në fakt, ardhja në studio për ju është si rikthim në shtëpinë e hershme, apo jo? Çfarë ju ngjalli ky rikthim sot në mëngjes në radio? Fillimisht e herë faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që erdhët. U bë mjaft kohë që edhe që na pa bashkë. Na kemi filluar punën në stacionin e MID-s në nënor të vitit 79. Pra shpejti janë 41 vjet që mund t'i bashkanjitet historisë televizionit shqiptar, ku personeli edhe në qofë se ka njerë, e ka ditë fort mirë detyrën që ka pas dhe rolin që e kanë luajtur. Në fakt është një histori, dhe më thënë, ju ishit të rinjët, herë një ekip i ri, ju ishit vetë një inxhinier i ri. Si e morët përsipër të shkonit? Ju keni patur qendrën këtu në Radio Shkodra, por vendin e punës në stacionin e MID-s, në krap të Pukës. Një zonë e thellë. Si e morët guximin për të qenë pikërisht një inxhinier në një zonë të largët, në një stacion televiziv, për ju herë e parë që punonit në një front të tillë pune, apo jo? Është. Si ishte për ju fillimi? Sepse natyrisht çdo gjë e kam marrë me shumë qef atë punë, ma në kryesore ishte se kishte liri veprimit edhe nuk ishe detyruar për noshe një ndërmarrje si që ishim mësuar të përnonim në marrë të tjera. Aty ishe liri, mandej në kuptohet që detyrat e përgjegjësisë dhe privilegjet do të vishin më pas. Unë mendoj që ka qenë një detyrë që ju ka dhënë shumë angazhim, sepse stacioni televiziv i MID-s u ndërtua për të dhënë sinjalin televiziv për te kufirët në zonat e... Për të shpjegoj. Domethënë transmetimi i parë ka filluar me i kompletuar pra me sinjal nga Radio Relete. Ka kënë transmetuesi 10.000 watt edhe kena dalë transmetim, ose më mirë specialistët francezë kanë dalë transmetim me datën 28 nënor 79. Të nesërmen ishte parada. Pos janë të paharrueshme ata momentet kur strukturat e shtetit atëhershëm kishin një angazhim maksimal. Duke ardhur njerëz nga Tirana, nga ato, sepse ngacmoshin punën për 29 nënorin, që atëherë ishte festa çlirimit. Edhe ishte edhe parada që rastiste me paradën e vendit, domethënë ishte ngjarje për kohën, ishte ngjarje që strukturat pra i nxitëshin edhe specialistët e huaj që ta vënin punë me datën 29. Patët emocionin atë kohë kur u gjendet përballë një detyre të tillë. Sepse ishte angazhim profesional në radhë të parë. Se kam pas as pak vështirë.
sepse domthonjë qysh fillim edhe eksperiencët që kishim punu në për hidrocentrale, duhet kishim një referencë për çdo defekt mundshëm, duhet trajtohej një lloj, jo vetëm për nga rëndësia e defektit, por edhe nga përgjegjësia që mund të kishte transmetimi. Domthonjë duhet të shikosh të gjithë emisionet barabartë, të zam një emision fëmijësh me një emision politik. Kështu që kur nollet defekti ishim, unë për vetë të paktën kam kënë kreditet, sepse në të moment nuk është e nevojshme me ditë skemat, por me kuptu fenomenin që po noll. Kja ishte ajo që Keni për çdo pasur, defekt mundshëm pra, atëherë na domethënë unë e kishe mendën e qartë që keni pasur defekte, probleme me fillimin? po defekte kena pas, unë kam në i parin tonë në 79 dhe natën e vitit të ri ka rastis që ne kishim defekt. Si e përballuat? Atëherë angazhuar, domethënë kuptohet prej telefoni prej Tiranit, prej gjithëve, sepse për defekte si ishte për s'mund ta banim ne. Arsyeja ishte sepse kishte ra bore madhe, edhe bllokua antena e që quhet një koeficient që quhet ROS, pra koeficienti mos përputhjes valc me hapësinën, po kthehte mbrapsht edhe e bllokote transmetimin. Zgjati shumë kjo gjendje? Jo zgjati shumë, zgjati sepse ne kishim fillu, domethënë, një lloj kursit, një lloj mëdhetor, edhe të nollte natën e vitit të ri, domethënë kuptohet që s'mund të kesh ta në gjanat e ditërna. Edhe me intuit më dhe fillu me tu vramendu si që mund të ketë. Thame po bëjmë i provë, me atyre këthime me antenë artificiale, domethënë që eliminon. Dhe transmetuesi ishte krejt në rregull. Atëherë vetëm me gjatë që mund të bëhet, u mund të merrshim ca shursa për me shu sinjalin ose me zvëglu fuqinë. Paktën të ishim transmetim. Ju e ka përcyet? E ka përcyet me atë, Ky ishte përballja e parë me defektin. Shkosh, fillosh punën dhjetor, me natën e vitit të ri nollën defekti. Megjithatë, me qetësinë që u karakterizon ju dhe gjithë ekipin, besoj se këto situata kanë ardhur duke u amortizuar kohë pas kohë, apo jo? Sepse edhe vetë vendodhja, vështirësitë, bora, e shumë vështirësi ishin të pranishme vazhdimisht. Kja çështja relative të si e mendoni ju ose e keni menduar na. Për shembull, mos më duk asnjë lloj vështirësie të bora, moti, koha. Unë sa më tepër borë që ka pas, as më jam kam pas më shku. Sa interesante. Domethënë që problemi ishte gjithmonë atje të përballesh me defektin, sepse dy defektet janë një lloj kurrë. Kjo ishte ajo që unë kam pas më shumë qejf dhe pasion. Ju ishit një ekip, dhe çdo turn kishte ekipin e vet, apo jo? Çdo turn kishte turni përbate prej 3 vetësh, përgjegjësi turnit ose inxhinieri turnit, tekniku elektrik dhe tekniku mekanik për motoristin, pra motoristin. Dhe ishte një jetë brenda atij stacioni, sepse ju nuk shkonit në punë çdo ditë, ju qëndronit aty për rreth 2 javë dhe më pas ndronin turnet, ndiqnit me vëmendje çdo gjë që përcillte radio televizioni shqiptar, i cili në këtë stacion ishte, si thuash, për qëllim që të transmetohej vala televizive për te kufirit në Kosovë e më gjëra, apo jo? Ja, ta them edhe këtë pjesë. Ku ndërtuaj stacion, u gjetë edhe një pikë dominuesës që ishte Marli Krabit, me lartësi 1680 metër, në hartë pak, 1700 metër që ushim ne. Plus edhe lartësia antenë 64 metra, edhe ishte pika më përshtatshme për zonën e veriut. Por nollë edhe diçka tjetër nëse kujtohet, se mas mendimit tonë, gjithmonë nuk e subjektiv mund tjetë, por mund tjetë edhe objektiv. Nollën ngjarjet e Trepçës edhe atëherë do të që shkote fuqia më tepër andajna. Kështu që ishin edhe për rasti specialistët francezë atëherë u mendu që ndroi edhe diagrama, ku 3/4 të fuqisë shkoheshin drejtim Kosovë dhe vetëm 1/4 drejtim Shkodrës.
Pjesë në kote, sepse fuqia atëherë ishte me 10.000 watt, ishte fuqia mjaftueshme që edhe me 1/4 mjaftonte për zonën e Shkodrës. Por sigurisht duke drejtu antenën, ka vend i drejtu, ka stacioni midis. Besoj se Radio Televizioni Shqiptar është parë mjaft mirë dhe për këtë është merita e punës sua e këtij stacioni që hodhi hapat pikërisht në fundin e 79-s. Po, ka një diçka këtu, se transmetuesi i midis me kalimin e viteve fillon të ushtullë numri përsëritësave. Të ushtu numri përsëritësave, stacioni midis mora dhe epitetin si transmetuesi mam, kuptohet më për ardha këtij epiteti, sepse po s'punot ai, nuk mund të ushqeshin përsëritëse të tjerë. Numri i tyre arriti deri 27 rreth vitit në 89. Edhe pastaj kuptohet fillon ngjarjet e demokracisë, përsëritëset e këta, u futme në satelit, domethënë gjithçka u degradu më sepse s'kishte nevojë më për futi sinjalin satelit, pra kuptohet edhe stacionin nuk ka më emrin stacion mam. E kuptoj, po gjithsesi ishte një periudhë përpjekjesh, marrëdhënie shumë. Në fakt, specialistët franceze kanë montuar këtë stacion dhe ata kanë ardhur vazhdimisht dhe ju keni shkuar për specializim në Francë, me sa kujtoj. Po, domethënë ishte me kanë se Mida, stacioni më i vështirë për terren, domethënë tu krahasu me 4 stacione tjerë që ka pas Shqipënia. Stacioni Midës me fuqi 10 dhe 20 kW, cilin flasim pak më vonë, dajti me fuqi 10.000 watt, flasim për vitin 79. Çervenaka me fuqi 5.000 watt, edhe Glava me fuqi 2 kW pa 2.000 watt. Këto ishin 4 stacione që ushqeshin me sinjal televiziv gjithë Shqipëninë. Nëpërmjet kuptohet për me mbulu sa më tepër duheshin edhe përsëritësat. Dhe ju specializuat më tej edhe në Francë, mësuat edhe frëngjisht? Mësuam edhe frëngjisht sepse ishte i koshti i domosdoshëm, që ata që shkonin me bursë UNESCO duheshin të mëroshin një në gjuhët e huaja, o frëngjisht, o gjermanisht, ose anglisht. Atëherë fillume, domethënë nuk kishim bërë rusisht, lamë rusisht në fillume, po ishte një periudhë e vështirë, se ishte i motor si shtyte, o me marë provimin në frëngjisht, o mos më shku. Po për kohën, me pas ja thes me lek s'ke mujt me shku në Francë, kështu që u dësh me mësu, unë ikëshe prej shtëpit, shku shërrisha atje vetëm, arrite për 9 muaj me marë provimin. Dhe u specializuat. Si ishte kjo përvojë për ju? Përvojë rastisi, pra morë me provimet edhe shkume. Atje në firmën Thomson ishte firma shumë e madhe që për prodhimin e transmetuesave, edhe transmetuesi jonë gjetën vendin kryesor aty se ishte fuqisë më të madhe 20.000 watt. Ishin të edhe tjerë me 10.000, 5.000 e tjerë, si mas kërkesave të shteteve. Domethënë si ideja është kjo që masi vite prej prodhimit të bëj kolodimi i parë. Mandej montoheshin në përarka, vishin për të bërë kolodimin përfundimtar në vendin ku do të montohet praktikisht në stacionin e Midës. Po. Por ishte e vështirë për ne në fillim se ne kishim marrë prej me drejtuesi e televizionit shqiptar ishin shkollat nënshme, ne kishim marrë për energetik, ato ishin për televizionin. Kështu do duaj pak kohë për me qujtë vedin edhe si homolog i drejtuesve. I keni ka përcyer këto barriera që kanë patur shkollimet e tjerë dhe... Jo, nuk është komplet televizion, më shqyqy drejten, sepse... Nuk është televizion. Sepse
televizion shqiptar për kohën që ishte me lampë. Domethënë duhet u datën 3 sektor vështirësitë, duhet njihshë fenomenin e llampave që cilin e dishin, ishte automatika që mund transmetuesin, edhe rruga sinjalit që ishte më vështira për të kuptuar fenomenin fizik, sepse si thash ne vishim prej shkollave të ndryshme, po me këto dy shkolla ne ishim të njoftën. Për shembull me automatikën ne ishim përgatitur, sepse edhe kena punuar në përhet digitale ku punën e relës, relës me mjese të tjera ku e bani çështje integruar, pa ishte e njëjtë çelësi, e njëjtë skemë logjike se si funksionon mbrojtja. Vilesare që nolli defekt, unë thoshë gjithmonë inshallah kena defektin të automatika. Është shumë e vështirë për më riparu, por është shumë zbavice, kalën kohën për nën kishe qef. Gjithmonë kishe qef me ndollë. Të tensionet e nalta, kuptohet elementat janë dukshme dhe mund të gjesh për defekte, nësa të rrugës sinjalit, defekti ishte krejtësisht i lehtë, sepse kishte pika ndërmjetëse për me gjithë defektin, por duhet me kanë manjak për me rrit parametrat cilësor. Me dashën transmetim pa cilësi. Ai që ka nërgjezë duhet ka përnotë dhe... Dhe ju me shumë dashuri aty në atë sallën e punës, por edhe të banimit, sepse aty keni kaluar kohën me çdo ekip për 2 javë në ndresa. Keni punuar pa orar. S'kishte orar. Aty s'ka orar. Ai duhet 300 natë ose ditë aty që të kuptosh se si është jeta personelit transmetuesve, aty s'mund të punosh gjithë ditën. Domthonë puna jonë në fillim ka qenë kjo se ne hapshim skemat këtu atje, që duhet ta njohësh herë që ti je i sigurt. Shkurt, po robi ka që punojnë në një vend që janë në vetin sigurt. Edhe mos thonë dikush bën kështu bën ashtu. Duhet të jesh ju e keni pasur këtë mundësi. Gjithsesi 3 turne, 3 ndresa. Secili nga një përgjegjës turni, inxhinier, teknik, madje ka qenë edhe specialisti i antenës, të cilin e përmendim. Ka qenë organika dhe specialist antenë. Me sa di ka qenë Frani? Jo, Frani ka qenë... Jo, ka qenë Pjetër Jaku. I cili, kur, si që thonit ju, ishte një legjend kur ngjitej atje në 64 metër mbi majën e majë. Atje në njët atje ka qenë, ovator ka qenë, po të fryt e era këto, ishte mjaft e vështirë, po. Atje ishe edhe unë hypa për herë të parë në të nëllësi, po habitje me dëshirën edhe këtë energjinë që kishin Francesë përnoshin, se kur i shef kështu thu Francesë, po kur përnonin ata të habitje. Me energjinë që kanë pas edhe me... Edhe ata janë çuditur, për shembull, kur ju keni realizuar shumë çka që është dashur në punë. Jo, ka pas mjaft raste që ata dhe në vlerësoshin, me thënë drejtën. Jo vetëm që ashtu, sepse ato s'kanë qenë vetëm një herë, kanë ardhur 2 herë. Sa ashtu ishte kontrata, mund të dheqen, hajde për kontroll, mund të izeqen edhe hajde prap. Po kishte raste që i gjeshim defektet, s'kishte në... Ka qenë një jetë brenda atij stacioni. Një jetë që në Maj të Malit, Skënder Kola udhëtonte së bashku me ekipin shoferi legjendar i atij stacioni, ashtu siç jeni dhe ju të gjithë, sepse u specializuat, u njësuat, kanë qenë turne të veçanta, por të qëndrosh 2 javë në atë vend ku nuk kishte njëri tjetër, në Maj, kishte vetëm një post policie, dhe gjithmonë njerëzit thoshin të familjes, por edhe të njohur, Arshish, shkoshi Arshish nosh. Mund të, se njerëz jemi, mund të kesh edhe ndonjë problem shëndetësor. Që keni privilegjuar pra edhe prej festave, edhe prej rasteve. Keni qenë
gjithmonë me shërbim në atë kohë. Si keni kapërcyer, sepse ka pasur edhe raste jo të thjeshta, jo të kanë qenë vitet 81 me borë shumë të madhe për të shku ka qenë vetëm për të shku 85. Vetëm për të shku ka qenë një heroizëm i papar. Lere pastaj punën atë brenda. Ja keni fjalën për presionin psikologjik. Po të gjitha janë bashkë. Shumë prej tyne, prej personelit edhe se kanë përballu, më thënë drejten. Ma kishte raste me zi pritëshin, kur po vjen dita më në rrugë. Larg familjes, larg të gjitha duhet me da menën, të tjera. O me punu, o me lëshu atë vend. Kjo ishte ajo që të hekte gjitha streset, unë që kishte asë një shumë. Zvitet të urni për në mallin, 2 javë, 3 javë, i mojnë, se kam pas s'kam pas ishë. Bile shkosh edhe në turnit e tjera. Keni qenë dhe jeni person me qetësi, i qetë nga natyra. Ndoshta sepse edhe familja ju e ka dhuruar këtë qetësi. Ata kanë vujtë të më thonë drejten më ngesin, që fëmijët në shkollë, që anë që kanë bashkëshortja ju e nderuar e përshëndesim. Po llogarit tjera që kur nëse televizori o të Tiranë ose askund tjetër, në bëti e lloj debatit, me zi pritë me ikë nësi me e qu, se me pa ja Jugoslavë një këtë atë, sepse kur t'hin virusi, do të qifish. Nuk bëhet fjalë për koronën në këtë momente, është dëshira. Virusi elektronik, pra kur t'hin në krysi, o dhe të njekur, sepse shpeshere në nishe, që në momentin kur ikë të figura, mund përsaktoshe një lloj mënyrët tipin e defektit. Mund të komunikoshin nga shtëpia, për shembull, me stacionin atje? Mund të komunikoj, por ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vështirë, sepse do të lidhëshe me hotelin 15 kaç, me relena 18 gjithë, ata ishte e pamujta. Megjithatë, robi, mund të kuptoni vetë, ne kishim kodet tona, mos i marrë të transmetimi, pushim sinjal prej gjeneratorit, për të kuptu natyrën e defektit. Ishte një lloj komunikimi mors, po qute, me sinjal gjeneratori, pra se dhja kuptohen. Marrën transmetimi, edhe u fut të sinjali gjeneratorit edhe me shiritet e me ata ishte një lloj kodit, me cilën në menin vërse ishte e pamujtën për me. Dhe njerëzit shihnin krejt qetësisht nga shtëpia, atë stacion të pastër, të bukur, stacionin e vetëm shqiptar në atë kohë, dhe ndoshta nuk mendonin se pikërisht këto njerëz që niseshin nga Shkodra, keni pasur edhe nga Puka, por njerëz të thjesht, njerëz të pa fjalë, merrnin çantën në borë, në shi, udhtonin dhe sillnin këtë stacion tek njerëzit. Diçka shumë e bukur, mbreslënse. Diçka shumë e respektueshme. Respektueshme, ki pas përgjësi, po ki pas e privilegjet, ama, pas harra. Për cilat kanë qenë? Liria, mjaftan të zamë, edhe që kofshin të janë të hapshin rrugë. Ju kanë respektuar si njerëz. Se dhe mos për pjesë të këmi, për ta s'na kënë këthy korra si herë, bashkë sepse e dini se ishte zonë e vështirë, nësa për klasme dhe për këtë tjetën, mësë mund të transmitu se 20.000 watt, të më thënë nuk u bate fjallë si me pas në prejme transmitimit. Atje gjithmonë e robit dhe të fillohet e me menu kush janë rruga për bashkë që i nalë të 2 transmituset. Dhe të bash një lloj profilaktiket. Më bën përshtypje pikërisht që ju këtë liri e njësoni me profesionin. Shumë e veçantë. Gjatë gjithë kësaj periudhe, që nga fillimi në fundin e 79-s, në vijim, ju keni krijuar familjen tuaj. 3 fëmijë ju kanë lindur gjatë kësaj kohe. Pak më herët thamë se bashkëshortja juaj ka qenë shumë e përkushtuar, natyrisht dhe ju, por me këto lëvizjet shpeshherë edhe jeni larguar. Si ka qenë kjo periudhë
në rritjen e familjes suaj. Por në shpar në stacionin e mis, domthon ka kanë është një rast i veçantë, sepse je privilegjuar, domthon kanë linë edhe fëmijët, unë s'kam kanë. Edhe kam s'na ka bërë përshtypje. Këna pas raste linje, vdekje, domthon që keni privilegjuar, ndoshta darsma, ndoshta futbolli, ndoshta sporti. Keni qenë justifikuar për çdo gjë. Justifikum. A puna në rol parë. Sa vite keni punuar atje, inxhinier Miniri? Unë kalu 35 vite, gati 36. Sot janë 21 vite, edhe ditë bëhet pa filluar transmetim, ka filluar transmetimi i parë. E kujtoni me shumë, si thuash, si me ritëm zemre, sepse edhe 10 ditë bëhen 41 vite që ka filluar transmetimi i parë. Nuk i keni të shkputura lidhjet me stacionin e Midës, apo jo? Jo, si kena, nuk i kam shkputna. S'ka arsye si mi pas shkputna, domthon prapë rri e shoh, domthon si funksionon mënyra. Si ka ndryshuar në Ecurin? Ju thatë më herët si ka filluar fuqia, fuqizimi 20.000 kW, përsëricat, sateliti që erdhi. Tani çfarë parametrash ka ky stacion? Domthon kuptohet është epoka transmetimit digital. Edhe për këtë ishte bën një lloj paraprirjet edhe për drejtorisë teknike në Tiranë, që na çunin një lloj paqëm specializim ose kurs dëmëjor në rajono. Në rajono? Për me ditë si funksionon. Edhe domthon kuptohet ajo punë që me në një kanal mund të funksionojnë 50-60 kanale, por e rëndësishme është, siç thoshin vetë të profesorët, domthon është cilësia në rol parë. Edhe dyta është lirimi i frekuencave për telekomin, që është fitim prues. Detyruar për me bërë këtë punë. Domthon kuptohet ajo punë. Ju besoj e dini epokën e analogut. Me njerëzit digitale. Me miza, me kështu, me digitalin që ka gjendjen, siç është modulimi, gjendjen 0-1. Pa o punon, ose s'punon. Ju keni përsëri lidhje shpirtërore me këtë stacion, djali juaj i dytë punën atje tani. Pra, Në shërbim është. Në shërbim është, e përshëndesim Leartin. Nuk i keni përfillur vështirësitë. I keni thënë djalit, shko. Erdhi herë, atje, amar, najt me javë, me prapë javë tjetër, najt me prapë. I thëmë, dhe me punu këtu, më të shife këtë punë. Që tash për para, ka pas edhe, e ka i lëcevijet, që thohet se ka përnu e këta privat të Vision Plusi, të Antena Nord Vision Plus, më rrallë. Edhe një lëcevijet, profesionale. Një lloj profesionale. Po këto të rritë sot që janë për studio, nuk janë për transmitu, se më thënë drejtën, kështu që. Po që ka koha sot me këta transmetime digjitale, nuk është ndonjë problem. Është nësh analogu, duhet bërë defektin vetë, etj. Sot nuk ka, mund të ndrosh i blok, po nuk fut havi makush. Çfarë histori me njerëzit në radhë të parë, me marrëdhëniet e tyre. Kanë qenë shumë punonjës, të paktën 2-13 vetë kanë punuar, sepse janë nisur pikrisht këtu, nga Radio Shkodra, në atë kohë me drejtorin ton, Alush Çeno, zotin Alush Çeno, i cili kishte një përkujdesje të veçantë për Midën, për vetë rëndësinë e stacionit televiziv. Mund t'i përmendim disa nga emrat që kanë shërbyer në këtë stacion. Përpara duhet me fillu me drejtorin, kanë se edhe të Radio Shkodra. Po. Ju e dini kohën që kena punu bashkë të Radio Shkodra vjetër. Po. Por ngjarjet harrohen, njerëzit bëhen si mos mirënjohësa, domethënë nuk mund ta dinë edhe rolin që ka luajtur Alush Çenoja për studion, cilin po flasim sot. Respekt. Unë jam dëshmitar i disa ngjarjeve që domethënë interesimin që ka bërë për më ndërtu.
Edhe kur fillon punimit me kërë inxhinierin Agim Laçi, E përshëndesim. shokun e mikun tonë. Edhe Gjërat harrohen pra, po njerëz të paktën ka lënë diçka. prandaj është mirë që të ecim në rrugën e viteve për të parë njerëzit, udhëtimet e tyre shumë profesionale, shumë njerëzore. Po kanë pas një ide të qartë, domethënë ata kanë ditë ku jena sot, ku do në më shku nesër. Në kjo kanë sistematik. Ishit 3 inxhinier, edhe më shumë keni qenë. Dhe më shumë, po. Po. Se ndroheshin vitet e ik një hajde një, kështu se. Keni qenë ju, Xhelal Smajli, Tonin Fishta, një Tonin tjetër, jo Tonin Fishta i radios, i Midës. Tonin Fishta maj miri, ka kanë ne, po. Ishim qina dhe i dukte. Ka qenë inxhinieri nga Tirana, Gjergje Pali. Por kanë qenë edhe shumë teknik, të cilët duam t'i përshëndesim me shumë respekt. Apo ja? Dakord, pas të më hënë thaq që shma parë, që s'kene pse përmendin me emre se janë aq shumë. Por mundën e thonë që edhe në qovë se kanë një, kanë ditë fort mirë rolin që kanë pasë, se kanë lujtat rol. Inxhinier, vitet kanë kaluar natyrisht me këtë ecuri, por që tek ju gjithmonë kanë lënë atë pjesë shumë të rëndësishme të jetës, e cila vazhdon të gjallëroj me interesin tuaj për këtë stacion, sepse vetë keni djalin atje që punon, me ato parametra teknik që gjallojnë brenda personit tuaj. Si mund ta quani këtë periudhë? E bukur, e vështirë, vrapim me pengesa, si mund ta përcaktoni? Dhe mi do 5 vjeqarë, 10 vjeqarë, si do mi ndosë. Si të thoni ju. Përgjësi ka kënë vështirë. Pak momente mund të majnë mëndë që ashtu vëzëm sa e këtheshim me humor, me defektet shumëta, me që që dini fort mirë, që manë, kur politika është kontraverse, më gjenë një vend një herë që politika ku fut hundë, ka baher, asë në sport, asë teknik, asë ashtu. Hek ven, kuptohet që parametrat cilësor. Vishin të ra, që ma tepër shkoshe ma i gëzum, por kur këthe që vishe ma i mërzitën, sepse veshë rejtë që parametrat cilësor po binin, por që Zotit do të fillohet e epoka digitalit. Po s'ja vlet e ma për me bëjnë investime për analogin, me të ndërgjën. Po të ishit, po të kthenit vitet në 21 vite më herë, do ta nisnit për edhe një herë atë... Edhe 300 herë shbo më bo, 300 herë kështë e përnu një ati. Shumë bukur, pa që jetën e gjatë. Shumë respekt, shumë nderim për ju. Një njeri heshtur, por një njeri me një histori, ashtu si që edhe kolegët tuaj, të cilët punuan me shumë përkushtim, madje mund ta them edhe me vetmohim, për të shkuar atje, për të qëndruar një kohë të gjatë atje, brenda atyre mureve të atij stacioni, dhe për të sjellë sinjalin tek njerëzit, për të dhënë shumë çka në informim, në argëtim, në mbështetjen e tyre, sepse ajo ishte dritarja vetme. Inxhinier Miniri, ju falenderoj shumë, po? Mos harra edhe kryesorin, edhe tjetën, me detyrat Mishkuzën, me njohurni që kishim, me shësnin, njësinë e tjerë, fillume për me ba televizionin Shëretën. Mos harroni këtë, u arrit me dalë në transmetim, merë një minimum pajisje për studio, siguroj transmetuesi me fuqi 500 watt, dhe nuk është edhe kjo punë e vogël. Është një libër. Sepse radio ka kënë gjithmonë, por... Është një libër i madh që ju e keni shkruar dhe vazhdon të shkruhet nga të tjerët, me shumë mirënjohje. Prandaj është e rëndësishme që në gjurmët që ju keni lënë, edhe të kolegëve tuaj, jo vetëm të vështrojmë prejardhjen, rrugën, historinë, përpjekjet,
formëzimin personal, për kushtimin, por edhe të frymëzohemi, jo vetëm unë, por të gjithë që na ndjekin, të gjithë ata që dëshirojnë të ndërtojnë një jetë me punë të ndershme, me përkushtim shumë të madh. Ju jeni një shembull. Ju falenderoj shumë inxhinier që ishit sot në këtë mëngjes shkodran. Pa që jetën e gjatë dhe natyrisht këto parametra që ju mbajnë gjithmonë në motën e punës jetofshin me shumë sukses tek ju, tek të tjerët që e vazhdojnë këtë, tek djali juaj, tek familja juaj. Faleminderit shumë. Edhe sa pak kena folë për këtë punë. Gjithmonë është pak. Gjithmonë është pak. Ju falenderit. Faleminderit. Faleminderit.